Atëherë ju keni qenë në institucionin e prefektit në Berat, si keni njohur Namir Lapardhan? Për 20 vjet më parë, Namirin e kam njohur pikërisht këtu në këtë vend ku ne jemi sot, ku po i bëjmë përcjelljen e fundit. Ishte një djalë i brisht, një djalë i edukuar, i sjellshëm, por sa i brisht duke aq i fortë ishte për brenda. Dhe Namiri me rritjen e tij, jo thjesht në aspektin moshor, por edhe në aspektin profesional, filloi pastaj të na bënte të kuptonim që nga ky djalë edhe diçka duhet mësojmë. Jo thjesht ta këshillojmë për raport të moshe. Kështu që Namiri arriti një rritje të madhe, u bë një figurë e rëndësishme, jo thjesht në botën e gazetarisë, por edhe në jetën aktive të qytetit Beratit. U bë një personazh i rëndësishëm që sa herë që ma donte puna të kthehesha në Berat, telefonata e parë që bëja, natyrisht kontakti i parë ishte Namiri. Kështu që është një humbje madhe për të gjithë familjarët, për të afërmit, për miq. Ka lënë një boshllëk të madh, patjetër, edhe në gazetarin. Namiri zuri një vend të rëndësishëm te analiza politike dhe gati krijoi atë profilin e tij, të krijosh një profil, të zësh një vend të caktuar në mjedisin shqiptar është e vështirë. Namiri duke ardhur nga një qytet si Berati, arriti ta zinte këtë vend me dinjitet dhe sot që është larguar, ai vend natyrisht është bosh. S'na ngelet gjë tjetër veçse të shpresojmë dhe të besojmë që Zoti do ta ketë pranë tij, sepse ashtu siç unë ngacmoja shpesh i thoja Namir Bey, erdhi si bej në këtë jetë dhe si bej u largua. Ju urojmë familjes të gjej kurajon dhe ta përballoj këtë dhimbje ashtu siç duhet, sepse ka lënë mbrapa 2 vajza të arta që meritojnë të rriten në mënyrë dinjitoze. Ju keni qenë drejtori i drejtorisë arsimore dhe keni pasur më tepër, domethënë, me Namirin afinitet. Si keni njohur ju atë? Unë Namirin nuk e kam njohur thjesht si drejtori i drejtorisë arsimore, por kam njohur si një koleg mësues, padyshim e kam njohur dhe si koleg në media, po ashtu edhe në krimtarin letrare. Namiri, megjithëse ishte në një moshë të vogël, krahasuar me mua, ishte një bashkëbisedues i mrekullueshëm, sikur flisje me një moshatar. Kishte një karakter të fortë, energjik, një fjalë të mençur dhe me Namirin jo vetëm që mund të bisedoje, por edhe mund të mësoje, për shkak të interesave të mëdha që ai kishte, interesave letrare, kulturore. Gjatë gjithë kohës vetëm lexonte dhe karakteri i tij u formua nëpërmjet librit, por karakteri i tij u formua edhe nëpërmjet vojtjeve të prindërve të tij, sepse vjen nga një familje persekutuar dhe çuditërisht të gjitha të dhimbje persekutimit të familjes së tij ai e ktheu në tolerancë për ato çka kishte ndodhur, e ktheu në butësi, e ktheu në ndershmëri, në drejtësi. Mendoj që sot ikja e tij është një ikje e madhe, jo vetëm për ne si miqtë e tij të afërm, për familjen e tij të mrekullueshme, por është një ikje për qytetin e Beratit, është një ikje për gjithë kolegët e medias kudo, është një ikje për gjithë Shqipërinë, sepse Namiri ishte busulla morale e brezit të tij, po jo vetëm e brezit të tij, por edhe brezave që do të vijnë. Faleminderit. Namiri ka moshën e djalit tim. Ka moshën e djalit tim, që është e vërtetë. Po unë e kam njoftë si të ishim moshatarë. Unë duke u zvoglu, ai duke u rrit, dhe na ka lidh libri, na ka lidh leximi, dhe këtë gjë e bën vetëm libri. E kam takuar fillimisht në panajiret e librave dhe ishte shumë interesuar për botime të reja, për vëllime me poezi. Dhe ne që shkruajmë poezinë atëherë na bën shumë përshtypje dikush që kërkon të lexojë poezi. Edhe pastaj prej aty forcuam një lidhje fort, por nyja e lidhjes tonë ishin librat, ishin leximi. Më vonë kemi pas edhe pika takimi të tjera që kanë bënë me aktivitetin shoqëror, politik, me orientimin politik, me angazhimin politik dhe qytetar. Por gjithmonë unë me Namirin na kanë lidh letërsia. Ai ishte një eseist i rrallë. Pa ishte nga lloji i gazetarit që kishte aftësinë të përmbledhte në 3 faqe
thelbin e një romani voluminos. Këto janë shkrimet që quhen shkrimet të llojit book review, që janë si recenza që kemi thënë diku. Dhe askush si bënte më mirë se ai. Nëse Namir Labardaja pëlqente një libër, shkruante për të dhe e rekomandonte për lexim, ai ishte sigurt se libri kishte ato vlera. Pra rekomandimi i tij ishte shumë i dobishëm për të promovuar librin e mirë tek lexuesit. Pastaj ne kemi kohët e fundit, sidomos kemi ne më gjatë dhe më shfaqur në mirë edhe në pamje tjera që kanë të bëjnë me natyrën njerëzore, me mirësinë e tij, me modestinë e tij, me vendosmërinë e tij, nga ato intelektualet që janë të moderuar, por janë të vendosur dhe janë shumë kurajos. Nuk bën të kompromise shumë banale me të vërtetën, se kompromise do bëjmë gjithmonë. Prandaj them që ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe për familjen patjetër, por është një humbje e madhe edhe për botën intelektuale në Shqipëri. Nuk është se kemi shumë intelektual me integritet, siç ishte Namiri. Është humbje e madhe edhe për eseistikën shqiptare. Është humbje e madhe për lexuesin që humbi një kritik, një eseist që nuk gabonte në rekomandime. Edhe për Beratin mendoj është humbje. Ishte një intelektual në formim, ishte formuar, po ishte një vlerë, për ne ishte një nga identitetet e Beratit. U trondita kur e mora vesh sepse praktikisht pak ditë para se disën isha në Berat. Edhe një vizitë për t'i tërgu Beratin grosë time dhe e pyeta, ishte në Gjermani. Thashun çfarë shoh këtu përpos atyre që diu. Edhe u bë si guide ime që nga Gjermania. Pastaj thash po ku të hapu? Edhe më tregoi një restorant jashtë Beratit. Dhe shkova atje. Këto ishin fjalët e fundit që kemi fol me te. Edhe ishtem edhe me djalin, edhe me gruan, se djali ishte shofer dhe djali me njifte, se kanë qenë bashkë në Partinë Demokratike. Edhe po flisim për Namirin. Çfarë them?